Thyesat. Që tregon thyesa 2 të tretat? Thyesa 2 të tretat tregon që një njësi, e cila mund të jetë një figurë, një sasi sendesh, ose një numër, është ndarë në 3 pjesë të barabarta dhe ne duam të tregojmë 2 prej tyre. Në rastin tonë po vizatoj një figurë dhe po ngjyros 2 pjesë. Atëherë, figura është ndarë në 3 pjesë të barabarta dhe ne do të ngjyrosim 2 prej tyre. Numri 3 tregon që figura është ndarë në 3 pjesë të barabarta. Ndërsa numri 2 tregon që ne kemi ngjyrosur 2 prej këtyre pjesëve. Numri poshtë vizës së thyesës quhet emërues. Numri sipër vizës së thyesës quhet numërues. Emëruesi tregon në sa pjesë të barabarta është ndarë njësia, ndërsa numëruesi tregon numrin e pjesëve që ne duam të tregojmë. Si mund ta shkruajmë me fjalë thyesën 1/5? Thyesën 4/7. Atëherë ku qëndron ndryshimi? 1/5, nëse numëruesi është 1, atëherë ne përdorim e. Nëse numëruesi është më i madh se 1, atëherë ne përdorim t. Tani do të shkruaj me thyes pjesët e figurës të cilat janë ngjyrosur dhe pjesa e cila është e pa ngjyrosur. Figura është ndarë në 6 pjesë të barabarta. Poshtë vijës së thyesës, pra tek emëruesi, ne shkruajmë 6. Ndërsa pjesët e ngjyrosura janë 5, pra tregojnë numëruesin. 5 tregon se sa janë ngjyrosur. Ç'pjesë zë pjesa e pa ngjyrosur? Edhe në këtë rast figura është ndarë në 6 pjesë të barabarta dhe ne duam të tregojmë vetëm një prej tyre, pra pjesën e pa ngjyrosur, e cila është 1/6.